Kjo ishte pak edhe, ndoshta për ta potencuar këtë kampionati në Amerikë, Kanada dhe Meksik është edhe përfundimi një epoke. Një epoke futbollistike fantastike për cilën foli Halili. Epokë që e shënon Messi, e shënon Ronaldo. Edhe Ronaldinho. Po jo, Ronaldo, unë po flas për këta aktiv që kanë qenë. Dhe ka qenë kam përshtypjen që ka qenë edhe një projekcion i FIFA-s që të insistoj gjithçysh, edhe me federatat e futbollit, që t'i përfshin yjet kryesore të vetat si pjesë të fundit. Pra Neuer te gjermanët kthehet për ta luajtur ndeshjen e fundit se Modric si lojtari më i mirë. Ronaldo, Modric, absolutisht. Ronaldo, pastaj Neymar, mos harrojmë Neymarin, por duket edhe me lese e kanë çuar atje në Amerikë, vetëm për ta vitet reklama, vitet spektakli, natyrisht. Edhe nga ky kampionat botror, futbolli do të ndryshojë. Franca duket të ketë një perspektivë pak më të qartë. Përsa i takon edhe moshës edhe kualitetit. Brazili duket me një krizë identiteti, gjë që e ka dëshmuar. Hollanda nuk e ka gjetë ende formulën e duhur për total futbollin e Cruyffit edhe atë... A e bën më të varfër futbollin mos prezenca këtyre yje ose këtyre legjendave që përmende? Po e bën më të varfër. A ka zavendësim këta? Po natyrisht që të kenë zavendësim sepse jeta vazhdon, edhe do dalin më të mirë, më të mirë. Nuk e kemi ditë ne që do del dikush më i mirë se Maradona. Kemi Mbappén, Bellingamin, tash Yamalin dhe Bellingham të ri që janë hapave të Messis dhe të Ronaldos, po ecën tutje, kështu që. Por e kemi parë për herë të parë Ronaldon e vjetër. Nazario, fenomeni. Nuk kemi besu që del dikush më mirë se ai. Por tani kur e dëgjova një ditë një intervistë, një intervistë Ronaldos, kur e krahasonte ose i bënte ato pyetjet Loriku Gjuda apo Halili apo Krenari, më në fund e pyetën a është Ronaldo apo Messi? Ai tha Messi. Absolutisht, që edhe një argument. Sulmus a është e vërtet që po ndikon shumë Messia lojën e Argentinës? Sa Messi. Futbollist? Po si lider. Është Sulmus më i mirë. E përdorin për Ronaldo Nazar, më nuar profesional. Fenomeni është Lorik. Ta e zgjedhja. Ka qenë Ronaldo Nazario Messi, apo Cristiano Ronaldo? Për vetën e flisë. Për vetën, okej. Se mendova për portugesën. Brazilianin Ronaldo, apo Messi, a i tha Messi. Po unë mendoj që Ronaldo, Braziliani, ka qenë sulmusi më i mirë dhe sulmus më i mirë se Messi. Messi më i kompletuar, si sulmus, si qendër sulmus. Absolutisht. Ka futbollist më të mirë se Ronaldo. Periudhën e ka pasur shumë të shkurtër. Ronaldo fenomen. E ka pasur kohë zgjatje pak më të shkurtër. Nëse këshyre me kohë zgjatje atë na del Ronaldinho, nuk na del Messi. Ronaldinho është lojtari më i mirë në Ronaldinho më mirë se Messi, a? Po pse ai del më i dop se Messi? Se Messi po lun gjatë. Ai ka lu shkurt, çu kjo dallimi. Si Ronaldinho, çfarë mezi ai mezi do të debat